Është duke përparuar në të gjithë botën digitalizimi online në shumë sfera. Shumica e profesioneve kanë kaluar dhe po vazhdojnë të kalojnë nga platformat online. Kështu thot profesori i teknologjisë informative Dr. Agon Koka dhe shton se mënyra e funksionit online ka ndikuar edhe në globalizimin e punësimit. Online aludohet që çdo gjë është pas është e digitalizuar, por nikosisht ka në mundëson fenomenin tjetër ku bëhet një ndërlidhje punësimit i drejt për drejt. Rast konkret, disa kompani siç është Google apo Yahoo apo kompani tjetër që në Amazon.com e shumë tjera na kanë ofruar punësime forma ndryshe punësimit online, po ashtu ka dhe kompani të IT-s këtu në Kosovë me të cilët janë në aplikim sipër për punësimin online. Dësa për mësimdhënien online dhe studimin thot se ka avancuar dhe që është duke u aplikuar në shumë shtete të botës. Shumë edhe institucione tjera që bëjmë hulumtime shkencore, shumë mbledhje të karakterëve të tilla janë ka ndodhen online. Po ashtu shumë individë dhe shumë studentë preferojnë që të mësojnë online më shumë se sa të shkojnë fizikisht aty. Një formë tjetër që mësimi online ka bën një jehon tjetër në globalizimit, është më afër, shumë më afër rritje globalizimi si koeficient ashtu me zhvillimin e aplikimit online. Dr. Koka gjithashtu thot se të gjitha profesionet do të kalojnë online sepse kjo është pjesë e pandashme e së ardhmës. Aplikimi apo punësimi online është pothuajse revolucioni i ardhmërisë jonë si komb, si kontinent, po dhe sigurisht edhe si glob. Edhe vendi ynë ka filluar të aplikojë mënyrën online dhe shumë shpejt do të avancojë, përfundoi doktori i teknologjisë informative Agon Koka.